Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me shumë përzemërsi, duke uruar që dita t'ju falë më të mirën sot. E ftuara ime në këtë mëngjes është një mjeke e nderuar. E ftuara ime në këtë mëngjes është një qytetare e denjë Shkodrës, më së shumti një njeri me vlera të veçanta. Përpara se të nisnim këtë bisedë në radio, u transmetua kënga e mjekut e kënduar nga Anita Take. Ne emocionoi të dyjave këtu, sepse kaq i madhërishëm është roli i mjekut, atëherë kur sëmundja vjen e paftuar, por edhe gradualisht në qoftë. Është ajo dorë që më së shumti me fjalën, por edhe me përkujdesjen na qëndron pranë. E ftuara ime sot është një mjeke e tillë. Është shefe e epidemiologjisë në Shkodër. Nuk është thjesht një burokrate që drejton. Ajo është mjeke drejt për drejt në lidhje me njerëzit, me të gjithë ata që kanë nevojë. Është shumë e njohur. Me mua, sot në studio, është doktoresh Dhurata Hysa. Mirëmëngjes, doktoresh, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjesi, Merita, dhe faleminderit që më ftove. Natyrisht ndjesitë që kemi gjithmonë kur takojmë dashurinë, pasionin, përkushtimin ndaj njerëzve janë shumë të bukura, ndonjëherë na prekin shpirtin sepse ju punoni me shumë dashuri, apo jo? Atëherë me emocionove jashtë maset, bisedën që bëmë bashkë njëkohësisht edhe kënga që u transmetu. Është pikërisht janë momente shumë të vështira që ne kemi kaluar dhe që jemi përballur me njerëz të cilët kanë qenë në situata tepër të vështira dhe së bashku kemi lotuar. Familje të cilat kanë pas nevojë, sidomos në periudhat e para të pandemisë dhe ku nëpërmjet telefonatave, nëpërmjet kontakteve tona të intervistimit nëpër shtëpia dhe ishin vërtet në fillim në muajt e para, sidomos në muajt e para, në situatë të vështirë. Ata duket sikur na kishin vetëm ne. Më bën përshtypje shumë zani jot që ka një afërsi me bashkëbiseduesin, por edhe ruani gjithmonë qetësinë. Ndoshta janë armët e para tuaja të cilët të kapin për krah dhe të thonë mos u bë kështu. Apo jo? Merita, mjeku ka një detyrë shumë të rëndësishme. Mjeku nuk është se duhet të bëj vizita, të lëshoj një recetë edhe t'i japi pacientit drejtimin e duhur. Kontakti i parë është shumë i rëndësishëm. Të takosh pacientin në radhë të parë është mimika jote, është buzëqeshja jote, sa shumë transmeton, sa mirë njohës është pacienti nëse ti ke shfaq këtë mimikë. Kjo është një psikoterapi sa i përket pacientit dhe ai ndofta anën tjetër nuk e vlerëson. Më priti ashtu siç duhet të pres një njeri i dashur. Pra është psikoterapi, kontakti i parë është psikoterapia. Kjo është mimika, buzëqeshja, komunikimi dhe kjo nëse i transmeton kontaktin e parë, pastaj pacienti është vërtet i lumtur. Jeni përballur me shumë situata, apo jo? Jashtëzakonisht kena pas situata tepër të vështira, sepse ndofta nuk ka qenë një pjesëtar familje, ka qenë e gjithë familja që ka qenë situata të vështira, që të cilët kanë kërkuar ofrimin e shërbimit nga ana e shërbimit epidemiologjik, njëkohësisht edhe nga ana mjekut të familjes dhe specialistëve. Kontaktet tona kanë qenë të shumta me qytetarët e Shkodrës, me spitalin rajonal, kryesisht me mjekët infeksionistë dhe specialistët e pneumologjisë. Pra ka qenë një zinxhir. Ka qenë një zinxhir i cili ka funksionuar në mënyrë perfekte.
ne u bam gjithë bashk, si të ofronim shërbimin që kërkon të qytetari derë më derë. Një institucion... Themi ka qenë, por dhe është, sepse As situata vazhdon. Nuk diskutohet, bile Shkodra ka pasur një dinamik sa i përket periudhës së pandemisë, për shkak të numrit të rasteve të infektuarve, kryesisht në valën e parë, siç ka qenë në muajin prill, ka qenë vala e parë ku Shkodra ka pas mbi 100 të infektuar, dhe imagjinoje të përballesh një situatë aq të vështirë dhe me një intensitet. Angazhimi ka qenë maksimal sa i përket të gjithë persona përgjegjës të cilët ofronin këtë lloj shërbimi. Sot si e konsideroni situatën në Shkodër? Sot, aktualisht që ne flasim, bëhet fjalë për muajin e fundit, mund të them se është një situatë epidemiologjike e qëndrueshme, por që çdo ditë po ka raste të cilët janë të infektuar, por duke pas parasysh se një pjesë e konsiderueshme e ka kalu Covidin, pra ka një imunizim natyral dhe vazhdon përsëri vaksinimi me vaksinën anti-Covid, sigurisht që numri po kufizohet nga dita në ditë. Për vaksinat, çfarë mase është e interesuar dhe e ka kryer këtë vaksinim? Për vaksinat janë të interesuar të gjitha grup moshat. Aktualisht po interesohen shumë moshat e reja, grup mosha 18-30. Ndërsa fatmirësisht janë minimizuar rastet fatale, apo jo? Shumë janë minimizuar, sidomos personat të cilët janë të vaksinuar, patjetër që paraqesin një klinikë e cila është kalimtare. Rastet e përcjelljes në spitalet më të specializuara janë në ulje? Shumë pak, sepse të gjithë pacientat trajtohen në Shkodër dhe një pjesë shumë e kufizuar me klinikë serioze dërgohen në Tiranë për trajtime të specializuar. A ka raste që një infektuar pra masi e ka kaluar të ketë rrezikshmërinë të jetë përsëri me Covid? Shumë interesante kjo pyetje, pasi duke pas parasysh se jemi në një periudhë të sezonit të virozave dhe të gripit, ka shumë raste të cilët vinë të testohen për shkak të klinikës që ata paraqesin. Por që duke pasur eksperiencën e gjatë që ne kemi, arrim të bëjmë vlerësimin si për shenjat e Covidit. Nëse rasti e ka kaluar Covidin, ka shanse shumë pak që të reinfektohet. Unë mund të them, në gjithë Shkodrën mund të kemi 10-12 raste të reinfektimeve. Pra, nuk ka shanse që të bëhet të ndodhë reinfektimi. Është shumë pozitive kjo. Por ne vazhdojmë të testojmë qytetarët kur paraqiten, për shkak sepse ata insistojnë edhe është ana psikologjike që ndikon pozitivisht nëse ne testojmë dhe vënë diagnozën që nuk është me Covid. Kjo është detyra jonë. Doktoresh, në fakt këto informacione të japin shumë njohuri, por edhe të japin besim. Kjo është fjala e mjekut, ashtu siç thamë në fillim. Në fakt prej kohësh unë kam pasur dëshirën t'ju kem në studio, jo vetëm për të folur rreth situatave që kalojmë, por për të folur paksa edhe për figurën tuaj, pasi më duket se jo çdo gjë është e sotme. Jo çdo gjë vjen me sot. Jo, ajo ka një vijshmëri nga hershmëria e secilit individ. Në rastin tuaj e një mjekeje, e një shefe të shërbimit epidemiologjik. Kur e keni marrë detyrën e shefes, ose kur jeni specializuar për epidemiologji dhe mikrobiologji, keni menduar këto rrisje, sepse natyrisht jeni në kontakt të parë me problemet e infektimeve? Po, duke qenë qendra e kontrollit dhe parandalimit smundjeve infektive në rrethin e Shkodër, sigurisht të them të drejtën as edhe një herë nuk i kam marrë parasysh,
sepse nëse diçka e do, nuk merr parasysh. Rasti i pandemisë për ne nuk ishte një detyrë profesionale, institucionale, për ne u bë si një mision. Ishte mision dhe sigurisht që ne nuk e kemi marrë fare parasysh infektimin dhe rreziqet që mund të kemi më pas. Ju vetë e keni kaluar situatën e Covidit në organizmin tuaj. E keni ndjerë me njëherë se u infektuat, si ka qenë? Absolutisht, e kam ndjerë Merita, pasi kur intervistoj qytetarët, e di se çfarë duhet t'i pyes, cilat janë shenjat klinike. Unë fillimisht kam ndjerë vetëm një dhimbje koke në pjesën e përpasur, pjesën e ballit. Dhe aty kuptova se duhet të jem e infektuar. Për fat 2 ditë qëndrova në shtëpi, pasi doja që të testohesha në ditën e tretë, e cila testimi molekular dhe njëkohësisht edhe rapid testi është dita më e favorshme për të dalë diagnoza e saktë. Kështu që unë në ditën e tretë bëra tamponin dhe rezultati ishte pozitiv. Pastaj filluan dhe shenjat e tjera klinike me një dhimbje në pjesën e baqinit dhe një temperaturë subfebrile deri në 37,5. Pra, unë e kam njohur veten time dhe e kam vetëm nëpërmjet dhimbjes së kokës. Si e përjetuat, sepse historia juaj më ka bërë shumë përshtypje. Si e përjetova? Të them të drejtën, u izolova në një shtëpis që unë kam në plazhin e Velipojës dhe isha krejt e vetme. Jeni trima? Shumë trime. Duhet qetësohesh në situata të tilla, sepse nëse do kesh edhe presionin psikologjik, është shumë negative. Kjo është e rëndësishme në të gjitha rastet të cilët infektohen. Duhet të thuash çat kem shkrume. Pra, unë kam qenë e qetë sa i përket kësaj situate. E kam ndjerë këtë qetësi që keni pasur. Madje përveç mjekës, specialistes, gruas, bashortes, nënës, nusës së shtëpisë, çdo njeri mund të vlerësoj atë stoicizëm, atë pjesë shumë të fortë të karakterit. Më keni pas thënë që nëse do të qëndroja aty në shtëpi mes njerëzve do t'i kisha marrë të gjithë. Edhe ju në atë kohë keni pasur, ka qenë gjallë dhe vjera juaj, nëna bashortit tuaj, në moshë të thyer, madhore, dhe për t'ju larguar të keqen shtëpisë keni rrezikuar veten. Nuk e di, më duket shumë e veçantë si rast. E vërtet, është e vërtet. Nuk mund të them se isha krejt e qetë, sado e kisha një presion të lehtë psikologjik, edhe pse me veten time doja t'ja hiqja. Merita, mund të them që kam vënë re delja në ambientin e jashtëm për të marrë frym. Kishe një oksigjen akoma dhe më të madh. Ishte ora 11 e natës dhe nga ambienti i brendshëm kishte një diferencë shumë të madhe sa i përket frymarrjes dhe oksigjenit që unë kisha nevojë. Ashtu e kam kaluar 2 javë. Deshi Zoti, fati. Fati, që ju është fati. Ta kalonit me sukses. Megjithatë, sigurisht unë isha në kontakt me gjithë kolegët e mirë dhe do të kisha marrë masat, por kisha bienjen e plot se do ta kaloja krejt lehtë dhe ashtu e kalova. Pa që jetën e gjatë. Edhe këto sfida natyrisht e forcojnë njeriun, apo? Absolutisht. Duhet kesh besim në vete. Në fakt, një mjeke me këtë emër përmbledh shumë çka, por ajo ëndër që ndoshta ju e keni pasur në hershmërinë tuaj, erdhi një ditë që mori drejtim, apo jo? Si keni nisur rrugën e mjekësisë? Gjithmonë kam pas qejf degën e mjekësisë. Kisha rezultate shumë të mira, por unë doja vetëm degën e mjekësisë. Nuk kishte shansen që unë të shkoja në degë tjetër. Për fat, unë shkollën e mesme studiova në Janimin nga Vlorë.
Ka qenë një ndër shkollat më të mira në Republikë. Pra, ju që fëmi keni veshur bluzën e bardhë. Në mbarimin e klasës së 8, unë kam studiuar në Vlorë 4 vite për infermieri. Dhe mund them që ka qenë në shkollat më të mira. Ka pasur një disiplinë, ka pasur pedagog, mësues të nderuar, të përkushtuar dhe s'kishte shanse që atje të mos shkëlqeje. Ka qenë një sfidë juaja sepse nga Shkodra në Vlon, një qytet disi larg Shkodrës, ti një vajzë 13-14 vjeç, Unë kam pas fatin se kisha dhe motrën në farmaci. Kështu që kam qëndruar 2 vite me motrën dhe akoma më shumë fat kisha sepse ishte xhaxhai im që banonte në Vlorë. Pas keni pasur një pikë referimi. Patjetër. Ka kënë fat nuk diskutohet. Xhaxhai im, i cili profesor Zylja, shumë i nderuar në qytetin e Vlorës. Në fushën, mësues, ai ka mbaruar në Firenze, kishte mbaruar në Firenze shkenca politike, por që aty u pozicionuar në shkollën e mesme, në degët përkatëse. Vërtet, unë shtysa ma madhe ka kënë xhaxhai. Xhaxhai kishte një shprehje, të cilën unë kam përdorur gjithë jetën time, për të gjithë ata të cilët doja t'ja transmetoja. Dhe thoshte, profesor Zylja thoshte, vullneti thyen edhe hekurat. E si mos ta përdorësh gjithë jetën tënde këtë shprehje të vyer. Keni qenë nxënëse shumë e mirë. Shumë e mirë, po. Dhe kjo ju ka bërë që të keni mundësi për të vazhduar në mjeksi. Po Merita, unë pavarësisht se më dhanë dek tjera, unë kërkoja vetëm mjekësinë dhe nuk kishte shanse që të shkoja në dek tjera. Pasi pengesa ime po ishte edhe motra, pasi edhe ajo ishte në degën e mjekësisë. Kështu që unë në fakultetin e mjekësisë kam shku 3 vite me vonesë, pasi unë nuk doja asnjë degë tjetër. Isha e vendosur. Motra e vazhdoi për mjekësi? Motra është mjeke edhe është në qytetin e Durrësit. Që ngeni pak sa të shpërndara. Po. Por ju hyt me entuziazëm në mjeksi dhe mbaruat. Patjetër, s'diskutohet. Ishte gjoja më e bukur, ishte ndër degët më të bukura. Dhe vazhdon të jetë. Në atë kohë nuk keni marrë specializim me një herë, e jeni specializuar më vonë, apo jo? Merita, në kohën tonë ka qenë një kriter. Në mos gaboj ishte deri në moshën 30 vjeç që duhet të merrje specializimin. Nuk është si sot është luks që mund specializohesh këtu, mund specializohesh jashtë, mund ta zgjedhje degën, ndërsa në kohën tonë kishte një kriter moshe. Kështu që unë e mora specializimin pikërisht në degën që erdhi në rrethin tonë Malësit Madhe. Kjo është dega që erdhi dhe unë sigurisht u pozicionova, duke pas parasysh se edhe familja ka pengesën e vetë. Do kaloj më pas në Malësit Madhe, sepse ju e keni filluar punën më së pari në rrethin e Pukës. Për hir të vërtetës, nuk është komode që të shërbesh në një rreth diku larg, rrethit tënd. E pritet me një lloj... Absolutisht nuk e prita jashtëzakonisht mirë. Shumë mirë e prita, pasi edhe në atë kohë fillimisht të gjithë mjekët punësoheshin nëpër rrethet e tjera. Por unë isha një vajzë që isha rritur në mes të Shkodrës, në mes të Vlorës. Nuk është se kisha dalë dhe më dukte një sfidë, një diçka e bukur të shkoja në një vend tjetër për profesionin tim. Dhe majmen udhtimi i parë me kolegen time, të cilat u caktume në rrethin e Pukës, Nirvana Boksi, mjeke. Udhtimi i parë ka qenë shumë i bukur, pasi Puka ishte e bukur. Ato pemë, ato pisha, ishte diçka shumë e bukur. Dhe në spitalin e Pukës kishte mjek shumë të ndër. Absolutisht mirë. Ishin mjek tepër të nderuar. Atëherë punohej në grup dhe
gjithmonë qëndronim afër me mjek të cilët na transmetonin njohuritë e tyre dhe praktikën. Si kanë qenë sfidat me të cilën të ju jeni përballur? Ndoshta brezni, smundjesh, epidemi, raste të gripit të stinës, nuk e di. Jo, në rrethin e Pukës kryesisht kishte nga këto infeksionet respiratore të poshtme. Kryesisht, me qenë se ishte një vend i ftoft, kishte raste me bronkite, me bronkopneumoni. Kryesisht ishin këto lloj sfidash. Por kishte pacienta të cilët vishin nga fshatra shumë të largëta. Unë aty jam pozicionu kryesisht në rrethin e Pukës, jam pozicionu në të gjitha shërbimet. Pasi kështu ishte viti i parë. Viti i parë ishte që do të ishte një praktikë që nuk e harroni. Rast që nuk e harroj, mund ta them në Fushars. Unë kalova në Fushars pasi u lidha me shokun e jetës, i cili ishte në rrethin e Fusharsit. Ai ishte shef kulture, pianist, dhe në rrethin e Pukës, në rrethin e Fusharsit ka kenë shumë raste kam pas interesante. Po njëri prej tyne ka kenë sepse unë aty ushtroja profesionin tim në pediatri dhe kryesisht në neonatologji. Merita kanë kenë spitale i jashtëzakonisht shumë të mira. Të kompletume, ku unë mund të them në neonatologji kisha çdo ditë bëja vizitën e 10 bebeve, pasi aq linje ishin në qytetin e Fusharsit. Njëkohësisht bëja vizita edhe në pediatri bashkë me kolegët e mi. Por kam pas një rast kur erdhi për vizitë prindi me gjithë fëmin, ishte rreth moshës 8 vjeç, 7-8 vjeç, dhe pas vizitës unë vendosa që ta shtroj në pediatri për arsye të ndryshme, për shkak të diagnozës, për shkak të për shkak të blerjes së ilaçeve, medikamenteve, ishte pamundur që të blente medikamente. Ishte një ekonomi shumë të dobët, nuk kishte ç'a me pa prej varfërisë së tyre. E shtrova vajzen dhe ndërkohë që unë e kisha dhomën në pediatri, kisha një dhomë, aty ishte banimi jo. Aty ishte banimi im dhe këtë paciente ose këtë fëmijë unë e trajtoja sikur të ishte imi. Si një mbes. Dhe i shërbeja në të gjitha drejtimet, qoftë edhe me veshjen. Ishte e dhimbshme për shkak se më tha doktoresh, a mundet me ardh edhe vllai jem këto. Kjo është. Natyrisht janë ndjesi që ju përshkojnë vitet, por që i keni kaluar, i keni sfiduar. Madje në këto vite ju përmendet rastin më të bukur të jetës suaj, njohjen me Bardylin, Bardyl Hysa. Në fakt është shoku jon i shkollës, por që është fatlum që takoj një vajzë kaq të mirë, kaq të përgatitur, kaq të ndjeshme siç është doktoresh Dhurata Hysa. Ishin edhe vite të bukura, përveç sfidave që keni kaluar, apo jo? Unë mund të them që kanë kenë vitet më të bukura në Fushars. Nuk kemi qëndruar shumë. Sa keni qëndruar? Unë kam qëndruar 1 vit e gjysmë, ndërsa bashkëshorti 4 vite. Dhe me njëherë përsëri nuk keni ardhur në Shkodër. Jo, keni kaluar nga Malësia e Madhe. Atje jeni vendosur si drejtuese, nëse nuk gaboj. Atëherë unë jam vendosur në Malësi të Madhe, fillimisht mjeke në mujt e para, pastaj për 18 vite që unë kam qëndruar, kam qenë pothuajse sigurisht në ushtrimin e profesionit, por mund të kemi qenë shefe shërbimit, përgjegjëse, njëkohësisht edhe drejtore e shëndetit publik për 3 vite me radhë. Dhe sigurisht këtë luks po themi ma dha puna që unë vëra njëkohësisht edhe
specializimet dhe pra ju e keni zgjeruar atë pozicionin tuaj, keni marrë atë specializim që tashmë ka vullosur rrugën tuaj. 18 vite nuk janë pak, është një pjesë e rëndësishme, apo jo? Dhe ç'është më e veçanta ju, përveç se jeni specializuar, keni pasur role në drejtim të fushës suaj, ja asnjëherë nuk jeni ndal nga mjekja përballë pacientit, apo jo? E vërtet, unë vazhdimisht kam qenë kontakt me pacientin, qoftë në Malsinë e Madhe, njëkohësisht edhe në Shkodër. Dhe merita mund them, kam punuar, vitet janë 3 dekada, jo kanë ecur, po kanë fluturuar. Unë mund them që jam një mjeke e cila kam punuar pothuajse në çdo hallk të sistemit shëndetësor. Në çdo hallk, më thuaj nëse ka një hallk, një shërbim që unë nuk kam punuar. Kam punuar në drejtorinë e shëndetit publik, që vazhdoj të punoj në shërbimin e epidemiologjisë dhe në higjienën njëkohësisht. Kam punuar në spital, kam punuar në urgjenca, në fondin e kujdesit shëndetësor. Kam punuar për 3 vite dhe unë kam implementuar për herë të parë shërbimet spitalore dhe kam pas në pantronazh 3 spitalet, Shkodër, Puk, Malsia e Madhe. Për herë të parë kam bërë unë implementimin. Njëkohësisht kam punuar në shërbimin social, në drejtorinë e shërbimit social kam punuar, kam kenë kontroll i dosjeve të kempit për 2 vite me radhë, ku u caktuan 2 mjeke me qëllim dhe është bërë sigurisht një punë shumë e madhe për sa vite që ndruam ne me part-time, si ta kanë, duke mos lënë me një anë punën që kishim në drejtorinë e shëndetit publik. Pra, kam punuar në laboratori në bakteriologjik. Pra, mund të them, sa i përket sistemit shëndetësor, kam punuar. E keni filluar me pediatrinë, me neonate, me neonatologjinë, gjithmonë ka qenë bukur dhe sigurisht që ka pas rezultate. Duke qenë se e njihni në një masë të konsiderueshme sistemin ton shëndetësor, natyrisht duke qëndruar në pozicione, por edhe në sektor të ndryshëm, kontakti me mjekët, me personelin, por dhe me pacientët, si e konsideroni, sa të përkushtuar dhe si mund ta konsiderojnë këtë sistem shëndetësor në shërbim të njerëzve? Shpesh njerëzit edhe ankohen, shpesh njerëzit janë mirënjohës. Është kur merr një opinion, është gati si një shtrat me 3 këmbë, kur lëkundet, herë në atë që do të dëshironin më shumë, herë në atë mirënjohje pafund. Pra, gjithsesi, ju vetë si e mendoni? Është detyrë e drejtuesit, po themi e shefit shërbimit ose e mjekut, që të ofroj shërbimin e qytetarit, e pacientit. Pra, e ke ti në dorë për me afru këtë shërbim. Ti nuk mund të jesh drejtuese nëse nuk futesh vetë dhe i prek çdo gjë me dorë në shërbimin tënd. Unë për veten time, kudo ku kam drejtu, kam qenë e barabartë me të gjithë kolegët e mi, me infermierët, me laborantët. Pra, nëse nuk ke barazi, nëse nuk i trajton në mënyrë të barabartë, asgjë nuk ke interesi. Keni pasur kolegë që ju kanë mbetur në mendje, që kanë krah jush, që për të cilët natyrisht keni një respekt dhe mirënjohje Po të thuaj veçantë? se me gjithë kolegë që kam punu, kam respekt jashtëzakonshëm dhe marrëdhënie perfekte. Veçoni? Absolutisht. Veçoj këtu në drejtorinë e shëndetit publik, sepse periudhën e pandemisë nuk e kemi menaxhuar vetëm ne, por kemi pasur shumë mbështetje me kolegët e mi, me doktor Astridin, i cili ka qenë drejtuesi operatorit, me doktoresh Lindita Mekshi, e cila ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm sa i përket periudhës së pandemisë, me drejtoreshen që sapo u pozicionu drejtore e spitalit Gjeni Halili, pothuajse të gjithë kanë qenë të përkushtuar. Kemi pasur mbështetje në institucioneve përkatëse të operatorit, të Institutit Shëndetit Publik, të Ministrisë, ne me të gjithë
drejtuesit dhe kolekt e institutit dhe të ministrisë, dhe zëvendës ministre, na telefononin dhe komunikonin sikur të ishim njohur prej kohësh. Kjo ka qenë shumë pozitive, shumë të mbështetur kemi qenë, njëkohësisht edhe drejtoresha e operatorit Mirela Cami. Është vërtet, është shumë bukur kur punon bashkë, kur punon edhe në grup, edhe kur mirë kuptohesh. Mund të them për doktoresh Silva Binon që është për mua është ndër mjekët model, është gjigante për arsye se komunikimi dhe bashkëpunimi që kemi na trajton sikur të jemi një së bashku. Pra jemi ndier shumë mirë, shumë komod në marrëdhënie. Nuk ka pas nuk shprehin asnjëherë autoritetin e tyre ndaj varësit, por bashkëpunimin. Doktoresh, ju flisni dhe natyrisht përpara më del doktoresh Dorata me shërbim nga mëngjesi deri vonë, madje ndoshta edhe 24 orë non-stop. Edhe atëherë kur shkon në shtëpi dhe një telefonat ju bën që përsëri të jeni në punë. Nuk e di, dita e punës besoj se ka qenë e pambarimt. Shumë intensive ka qenë dhe nuk ka pas sigurisht orare. Mund të them që në muajt e parë, në vitin e parë, pasi viti i parë ka qenë testimi vetëm me molekularin PCR që ne i dërgonim në Tiranë. Dhe kontaktet e shumta me qytetarët të cilët kërkonin testimin dhe këshillimin e tyre. Sepse nga njëherë është edhe një shok psikologjik, kur merr vesh si do t'ja bëj, si që kam mundësi. Unë e para kam thënë kam doktoresh Dhuratë. Shumë. Telefoni nuk pushonte. Nuk diskutohet sepse në punë por edhe mas dite, ndërsa fillimisht mund të them që ka qenë ora 1, 2, 3 natës kur ne duhet t'i jepnin përgjigje, pasi rasti kishte një presion psikologjik dhe kërkonte përgjigjen deri në 3 natës. Nuk kishim orare. Shumë kush thoshte kur fleni. Po jeta familjare, sepse për gjatë gjithë këtyre viteve, edhe në këto ditë, natyrisht, pra në periudhën e fundit, njeriu jeton edhe për familjen, apo jo? Nuk diskutohet. Ju e thatë, fati, unë kam një bashkëshor që ju e njihni shumë mirë, keni studiu bashkë. Një njeri i mrekullueshëm në radhë të parë, përveç se është jam e bekume në të gjitha drejtimet. Bardhyli u bë kuzhinieri i periudhës së pandemisë. E transferoi artin e muzikës në artin e familjes. Sigurisht. E gjithë familja më ka mbështet. Kjo ishte e bukur. 2 fëmijët tuaj të bekuar në rrugët e tyre. Djali ka studiuar për juridik dhe madje ka dhe nusën mjeke, kështu që e keni zgjeruar komunitetin e mjekëve në familje. Por dhe vaza me bluzën e bardhë është dentiste, është stomatologe. Si keni bashkuar përsëri këto ëndra, këto dëshira, duket se fëmijët na kanë shpërblyer, pasi për mu janë modeli më i bukur dhe tek ne përcjellin pozitivitet, qetësi dhe përkushtim në atë çka ata pretendojnë që të bëhen. Ka një ngjashmëri shumë të madhe me bashkëshortin tim në çdo drejtim. Përveç se nga fizionomia edhe nga fizionomia, personaliteti. Po edhe personaliteti janë shumë të ngjashëm me bashkëshortin. Kanë atë qetësinë. Po besoj se edhe nga nana. Gjë shumë e bukur sepse nuk mund të jesh ndryshe kur një familje nuk të mbështet. Përkundrazi, të gjithë bashkë bëjnë atë që nga familja ty të marrësh hapin e parë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk diskutohet përveç familjes edhe origjina. Unë kam një urgjin të kristalt.
si nga nëna ime, ashtu edhe nga babai. Dhe në çdo hap që hedh, kthej kokën mrapa, se kush kanë kënë të paret tanë. Por me spikatori, tek paraardhësit e mi është Hafiz Ali Ulqinaku, figurë e shquar e kombit, i cili përveç se ishte një atletar, një fetar, leksikograf, përkthyes, ishte dhe një hoxh, imam dhe mëfti në qytetin e Lezhës. Ka dhënë një kontribut shumë të madh në Shkodër, në Lezhë, dhe respektohet në të natrojet shqiptare. I lindur në Ulqin, ishte ajo periudha kur 400 familje u shpërngulen në Shkodër, Lezhë, dhe një prej tyre. Dhe kur lexoj librat dhe biografinë e Gjyshi në nëstime, sigurisht që frymëzohem dhe nuk duhet në asnjë mënyrë ta hedhim poshtë. Është shumë e rëndësishme të dish prej nga vjen, ku je dhe ku shkon. Ndoshta kjo trashëgimni dhe kjo ecje drejt ditëve që vinë bën që hapat të jenë më të sigurt, edhe pse jo, edhe me një dinamik të veçantë të jetës. Sot përsëri do të jeni pas studios, do të veshni ju sapo para se të hyrim në studio më thatë Merita, do zgjasim shumë sepse presin. Ju vërtet ju presin sepse do vazhdoni ditën me intensitetin e zakonshëm. Dita vazhdon, çdo ditë. Për ne nuk ka pushime, nuk ka leje. Kjo është edhe bukur, po natyrisht ju jep edhe impuls. Një njeri që punon gjithmonë rinohet. Është vërtet edhe kjo, është vërtet që rinohesh. Më shumë puna të jep frym, të jep jetë. Më shumë e mendoni se do merrni me testet e shpejta apo edhe me ekzaminimet më të thelluara sot? Sot sigurisht jo, patjetër, ne sepse vetëm shërbimi i epidemiologjisë teston në nivel molekular me PCR, vetëm shërbimi i epidemiologjisë, ndërsa testet e shpejta janë të shpërndara tek mjekët, njëkohësisht edhe në spitalin rajonal. Pra qytetarët testohen edhe në lagje, atje ku e kanë mjekun e familjes. Ndërkohë përsëri drejtoria juaj është me dy dyert të hapura për të pritur dhe për të cilët, dhe çfarë ndjeni kur dikujt i jepni përgjigje rezultati negativ, po është shumë pozitiv për brendësinë, apo jo? I vetmi gjë që të thotë je negativ të kënaq, apo jo? Po, sigurisht lumturohen, por ne përsëri e ndjekim. E ndjekim përsëri me qëllim që ti jemi të sigurt në atë çka testojmë dhe në atë informacion që i japim qytetarit. Jemi përsëri në kontakt, do vish mas 2 ditëve edhe një herë të testojmë. Pra asnjëherë nuk ka dyert të mbyllura. Përkundrazi, gjithmonë është e mundur kontakti dhe komunikimi kontakti, gatishmëria, kur vjen qytetari, të them të drejtën, kushdo, unë direkt qohem kam. Është detyrë e mjekut që të respektoj atë që kërkon shërbimin. Doktorish Dhurata, për mua, po besoj jo vetëm për mua, ishi një energji e veçantë në këtë mëngjes. Ishit me ecurin tuaj edhe me ndjeshmërinë e një mjeke, të një njeriu në radhë të parë. Na bën që jetën të shikojmë me shumë pozitivitet, me shumë dashuri, që asnjëherë të mos e themi fjalën pa e menduar dhe peshuar mirë, sepse në radhë të parë fjala, ashtu siç thuhet në librat e shenjtë, fjala peshon, fjala shëron, në gojen e një mjeku e më pas vinë të gjitha të tjerat mjeshtrit e tij. Ju jeni një mjeshtre. Ju falenderoj shumë që shpërndat këtë pjesë të jetës suaj këtu në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit edhe ju, Merita. Uroj shëndet, jetë të gjatë, qofshi gjithmonë nderuar, ju dhe familja juaj. Faleminderit. Faleminderit shumë.